Opozita ka kërkuar sërish mbledhjen e Këshillit për rregulloren mandatin dhe imunitetin për të shqyrtuar kërkesën e prokurorisë së posaçme ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, gjatë një dalje për mediat, tha se mazhoranca nuk ka më asnjë justifikim pasi ka përfunduar afati i kërkuar për njohjen me dokumentacion. Ne 5 antarët e opozitës do të vijojmë të këmbgulim për shqyrtimin pa vonesa të kërkesës së prokurorisë. Sot ka skaduar edhe afati 3 javë kohë që i dhan të pandeurës Balluku, nuk ka më asnjë alibi për të mos thirrur mbledhjen e Këshillit Rregullores të Mandateve. Mëtej, demokratët paralajmëruan kallëzim penal ndaj kryeparlamentarit Niko Peleshi nëse Këshilli nuk mblidhet të njëjtën. Çdo sekond vonesë nga thirrja e mbledhjes nënkupton shpërdorim detyre pra kryerjen e një krimi nga ana e kryetarit të kuvendit. Ne do të përgatisim me përgjegjësi të plotë edhe një kallëzim penal për shpërdorim detyre ndaj kryetarit të kuvendit. Bardhi theksoi se zvarritje të tilla nuk kanë ndodhur as para reformës në drejtësi.